Muzika qytetare shqiptare u soll në një formë ndryshe, mes ritmeve blues dhe jazz, në skenën e Pallatit të Kulturës Dedi Ndue Lazari në Lezhë. Protagonistë të mbrëmjes artistike ishin Motor e Vëlla, Ester Shema në flautë dhe vokal, si dhe Aron Shema në kitar, të shoqëruar nga profesorët e muzikës Mirgen Tusha dhe Mitea Kakusi. E gjithë performanca erdhi live, duke dhuruar momente magjike dhe plot emocione për publikun që kishte mbushur sallën. Interpretuesit e këtij koncerti u shprehën se kjo mbrëmje erdhi si një bashkëpunim interesant mes brezave, duke rikthyer në skenë këngë që kanë bërë histori në muzikën shqiptare, edhe njëkohësisht si një mënyrë për të ripërtërirë vlerat e saj artistike. Kemi sjellë një repertor me këngë shqiptare popullore qytetare, që nuk vdesin asnjëherë nga repertori i muzikës shqiptare. Live-i është momenti më delikat për artistët, sepse gjithçka mund të ndodhë live. Mendoj se ja kemi dalë, janë 3 muaj me punë intensive. Jemi përkushtuar maksimum, jemi shumë krenar për atë çfarë kemi servir dhe kemi sjellur sot përballë jush. Publiku shumë përkrahës. Kemi qenë shumë rahat. Për mua ishte shumë interesante, na mundu shumë. Faleminderit profesorin edhe tjerë që na kanë ndihmuar. Shumë i gëzuar, ishte shumë kënaqësi. Një mënyrë për ta sjellë ndryshe, me van për shtadje blues, jazz, duke pa që edhe brezat sot shumë pak i njohin këngët tona qytetare. I pranishëm në këtë koncert, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Ndreu, tha se aktivitetet të tilla tregojnë se arti në qytet po zhvillohet dhe se të rinjt po i japin një shtysë të rëndësishme jetës kulturore. Ishte kënaqësi e jashtëzakonshme me dëgju këtë koncert. Është vërtet një relaks dhe një arsye për të gëzuar, sepse talentet si Esteri, si Aroni dhe profesorët, të cilët i falenderoj të dy për punën që kanë bërë, janë një përfitim i jashtëzakonshëm për artin dhe kulturën lezhane, e cila jo vetëm që s'po vdes, po nëpërmjet tyre po rritet dhe po transmetohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Koncerti i titulluar Tinguj që jetojnë zgjati rreth 60 minuta, duke tërhequr maksimalisht vëmendjen e publikut, i cili nuk i kurseu ovacionet dhe duartrukitjet.